Alzheimer quhet në gjuhën e doktoratës. Natyrisht duhet të theksoj që në fillim që unë nuk jam doktoresh, të mendoni që atë që unë po ndaj, nesër pas nesër do t'ju ndodhi juve, ose ju ka ndodhur në familje dhe të dini disa gjëra praktikale se si të merreni, domethënë si t'i trajtoni këta njerëz. Unë tash e pyes, kush jam unë? Më shikon dhe nuk më flet, nuk reagon. Pastaj e kap kështu dhe i them unë, Duçeri, për shembull, një paracukull, një kështu nickname që kishim neve që thristim njëri tjetrin. Nuk është e keq kuptuar Azilia. Azilia është shumë e mirë për gjëra të tilla sepse krijohet një ambient atje që kanë edhe doktor, kanë edhe terapista, kanë edhe njerëz që i shikojnë çdo ditë. Kurse për një motër, për një nën, për një vlla, për një grua, për një burr që të ketë kujdes bashkëshortin ose vllajin, është jashtëzakonisht e vështirë në shtëpi. Ku janë ata 40 kushurinë të parë? Do thuash ti kanë problemet e tyre? Po, kanë. Telefoni është xhaba sot. Ta them duke parë kamerën. Telefoni është free. Nuk të kushton. Që një njeri të marrë një herë një telefon, të thotë, moj grua, ke një vit që ke ikur nga shtëpia jote. Ke nevojë për diçka? Turp të ken. Turp të keni juve të gjithë që nuk keni ndihmuar. Se kam vetëm unë vëlla. Nuk e kam vetëm unë kushëri. Të gjithë kemi qef të futemi në këto mediat, edhe unë nga që vëndo një fotografi kur kam pirë kafe me ty, ose kam pirë me një shoqen time, ose kështu atyri duke sigur unë po kaloj shumë mirë. Çfarë doni të bëni o njerëz? Doni që unë të dal aty ke kamera në Facebook ose në TikTok edhe të qaj? Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Miq, jemi me zonjën Eleni, një vorjoperiote e cila ka jetuar sa në Shqipëri, në Greqi, në Amerikë, ka një gamë të gjë nga jeta e saj, por sot do flasim ndryshe, do flasim për një hall, le të themi, personal, për një fakt, një ngjarje që ka ndodhur. Një ngjarje, një problem me një lloj sëmundjeje që lidhet me vllajën e saj, apo jo? Me njërin nga vëllezërit. Njëri nga vëllezërit tuaj. Për më tepër, nga se vuan, çfarë problemi ka dhe çfarë do të trajtosh për gjithë ata që na ndjekin, thonë ora këta çfarë po thon tani, se ka vllajën smur e po pastaj. Po mund të thonë, njerëzit janë të lirë të thonë mendimet e tyre, edhe neve në këtë moment kemi një arsye, domethënë pse e bëjmë këtë, jo që të dukemi, jo që të mbushim mendjet çdo njeriu ose ata të pranojnë ato që themi neve, ose të jenë dakord, neve themi ato që mendojmë se është e mirë për t'u bërë për njerëzimin. Se ndoshta sot na prek zonjën Eleni, nëse mund t'ju preki ju, mund preki gjithë kënd dhe nëse askush nga ne nuk e ngre zërin për një padrejtësi që na bëhet ose për një problem të caktuar, atëherë ne jemi thjesht një tuf me dele, apo jo. Apo na trajtojnë si fillim, si parantezë, apo na trajtojnë si delene, apo jo. Po, sepse ignoranca të bën dele. Dhe këtë arsye domethënë kam unë që dua ta ngrej këtë çështje sepse kjo sëmundje është një sëmundje që pjesa më e madhe e njerëzve ka turp ta thot. Është një sëmundje që nuk e ke krijuar ti vet. Janë gjëra që ndodhin. Si çdo sëmundje që askush nuk e doj që na preki. Natyrisht. Por kur të zë taksirati do ta kalosh. Do gjesh mënyrat me sportivitet, me hall, me problem ta kalosh. Me të gjitha ato që kërkohen. Po. Unë do të flas për sëmundjen e Alzheimer, që Alzheimer quhet në gjuhën e doktoratës. Natyrisht duhet të theksoj që në fillim që unë nuk jam doktoresh. Mos dëgjoni çfarë them unë. Mësoni. Ose reflektoni. Mendohuni do të thosha unë më tepër. Të mendoni që atë që unë po ndaj, nesër pas nesër do t'ju ndodhi juve, ose ju ka ndodhur në familje dhe të dini disa gjëra praktikale se si të merreni, domethënë si t'i trajtoni këta njerëz. Tashti vëllai im është 68 vjeç, edhe nga ato të dhëna që kam unë dhe nga kërkesat që kam bërë, vëllai tim duhet i ketë filluar kjo sëmundje e Alzheimerit, është skleroza në Shqip, duhet të ketë filluar këtu e 6-7 vjetë të shkuara. Pak nga pak. Si u njohët ju që kishte probleme të tilla, cilat ishin simptomat e para që ju si familjar vërejtët? Tashti jo të gjithë familjarët, dua ta shpjegoj, domethënë ta theksoj. Pra si kuptuat që unë e kuptova sepse nga Amerika gjithmonë flisnin pothuajse një herë në javë në kamera. E merrjan telefon. Pak nga pak
filloi, unë fillova të kuptoj që të tjera gjëra i thosha unë, të tjera më përgjigje ai. Në qoftë se për shembull unë i thoja që ore po duhet ta bësh këtë këtu ose si e ke bër këtë. Për çdo gjë, për shembull, ku ke qenë, ç'a ke bër. I thoja unë për shembull nga fisi, se ne jemi fisi i madh, edhe njëri martonte vajzën, tjetri djalin, njëri linte, tjetri bënte baptistje, domethënë vaftizëm, si i thoni juve, pagëzim, edhe unë domethënë nga që isha larg, doja të dija, jo për thashë them, vetëm nga dashuria që kisha gjithmonë për familjen, doja të dija se ç'bëj dhe doja të dija domethënë se sa mirë ishte familja ime. Për të mbajtur një lloj kontakti të vazhdueshëm me familjarët. Edhe filloi domethënë që nuk mbante mend ose fillonte një muhabet e linte në gjysmë, dhe natyrisht nga që ishte jashtëzakonisht i zgjuar dhe shumë i edukuar dhe shumë i lexuar, që ta marrësh me mend që kur që i vogël ai lexonte ato enciklopeditë që ishin me 2000 faqe, natyrisht sepse ka punuar edhe në Mjalduri dhe ai bënte vet ato librat. Edhe ne i thrisnim Don Kishoti, sepse ishte jashtëzakonisht i zgjuar, i dinte të gjitha. Don Kishoti i fisit. Po, Don Kishoti i familjes. Për fisin nuk flasim se ishim fisi madh, nuk dua ta hapem aty, ne në brenda familjes tonë i thonim ashtu. Tani unë jam basatia. Edhe natyrisht unë nga që pëlqej dhe i besoj pak a shumë edhe zodiaket, unë jam vërgjëresh me gafore, kurse ai është peshk me gafore, që do të thotë që kishim shumë gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin, edhe ajo që ka gaforja më shumë është ndjeshmëria, dashuria për gjithë njerëzit, për familjen, edhe të japim, ne japim. Mirë, po pjesën më të madhe të kohës na kanë marrë ters, edhe natyrisht është një martesë, një përmbledhje të dy, një lidhje midis të dy zodiakëve, domethënë zodiakut edhe horoskopit, edhe vëlla im si peshk ishte domethënë shumë herë jetonte në botën e vet dhe i pëlqente e bukura, donte të krijonte, në Greqi ka punuar për revistën, një nga revistat më të njohura të kohës atëherë, që ishte për të bërë dekorim shtëpie me kështu mobilje, me gjëra të tilla, kështu që gjithë jetën ai ka qenë kundrejt bukurisë, ashtu si dhe unë me sallon që kam punuar, natyrisht kemi qenë më tepër në këtë fushë, por kjo nuk do të thotë që dhe njerëz të tjerë janë, unë po flas vetëm për veten tonë. Do me thënë kjo sëmundje i ka filluar pak nga pak që atëhere, edhe nuk e keshim kuptuar dhe aq shumë, megjithëse kohët e fundit në 22-shin që unë erdha në Shqipëri, atëhere e kuptova që jetonte shumë keq. Jetonte keq? Me kë jetonte? Ka pas jetuar me nënën, po nëna ka vdekur në 2015 dhe që andej pak nga pak ai ka filluar, ka qenë shumë i lidhur me nënën, edhe si i ndjeshëm që ishte, humbi dhe shoqërinë e tij, se ishte vetëm. Pastaj doli dhe në pension, kështu që nuk kishte domethënë një punë që do shkonte çdo ditë ose domethënë do të humbiste mendjen, kështu që nga vetmia. Pra le të themi që ky lloj problemi i lindi në fazë ose në prag pensioni, që ai filloi që të mos ishte më ai personi aktiv. Përpara pensionit, duhet të ketë qenë sipas atyre kërkimeve që kanë bërë, ai duhet të ketë filluar mbas 2016-ës, 2017-ës, mbas edhe 2018-a. Po duhet ta lidh pak me arsyen se pse është shkaktuar kjo, pra është sëmundje biologjike, e lindur dhe që shfaqet sipas mjekëve flasin gjithmonë. Sipas mjekëve, ashtu si më kanë shpjeguar mua mjekët. Apo është një moment që njeriu pëson një shok, një problem ose ka pasur një jetë aktive dhe për një moment ikën nga puna, fillon edhe stresohet dhe kjo gjëja pastaj kalon në fazën tjetër. Ka të bëjë shumë ajo. Alzheimer është një sëmundje e trurit. Dementia, që thon skleroza në shqip, është sëmundje, që e harron dhe nuk e memorje, kanë këto dy sëmundje janë të ndryshme, por që kanë të njëjtat efekte, që nuk mban mend. Po dementia vjen nga pleqëria, kurse Alzheimer mund të kapi edhe 10 vjeç, edhe 15 vjeç, edhe 18 vjeç, nuk ka
domethënë nuk ka caqe, nuk ka kufi. Unë mendoj që nuk jam si të shtash doktoresh, por fakte shumë të mëdhaja duhet jetë vetmia. E thatë edhe juve përpara që ishte përpara pensionit, kur doli në pension, ndaloi aktivitetet. Nga që ishte i lidhur me prindët, se dhe babai jon ka pasur sklerozën, por ai nuk jetoi shumë me sklerozën dhe vdiqte 10 vjeç. Por nëna jon ka vdekur shumë e madhe, edhe ishte më shumë se 10 vjet, se kjo sëmundje të mban deri në 10 vjet, 11 vjet nëse je nga ana fizike në rregull. Vetmia mbas vdekjes së nënës, nga që nuk punonte, i vetmi aktiviteti ishte që të shkonte për të psonisur, për të gatuar për shembull për veten e tia, edhe për të shkuar në plazh, se si peshk që është i lindur në Mars, atij i pëlqente shumë deti, edhe shkonte me shoqëri mbas diteve dhe bile ka qenë shumë i shëndetshëm dhe akoma është nga trupi, nuk ka as kolesterol, as tension, as probleme me zemrën, nuk ka domethënë nga ana fizike. Pas problem nga këto që dëgjojmë shpesh të moshuarit të ankohen. Nuk ka. Tashi ai është 68 vjeç. Kjo ka filluar që kur ka qenë shumë i ri, për shembull 62, 63. Shumë i shëndetshëm nga ana fizike, por nga ana mendore jo. Vetmia është numër 1. Mos aktiviteti është shumë i rëndësishëm. Ai bënte gjimnastik dhe më duket e çuditshme. Pse domethënë se ai ka qenë gjithmonë i gjimnastikës, luante tenis gjithmonë. Nuk e di domethënë pse ndodhi, se siç thash nuk jam doktoresh, por sipas doktorëve ato shkojnë shumë shpejt. Domethënë kjo sëmundje agravon shpejt. Po. Tashti atia i filloi domethënë më e theksuar mbas 2022-shit që unë isha këtu. Dhe unë kur i thonë një gjëra, më thoshte që jam shumë i lodhur. Nuk duronte dot zhurmat. Të shikoni për shembull njerëzit tuaj që janë pak të moshuar ose në çfarëdo lloj moshe kur nuk e durojnë dot zhurmën, bënte kështu, nuk e duroj dot. Nuk donte shumë dritë. Nuk donte të ishte rreth e rrotull shumë njerëzve. Filloi të mbyllej brenda. Nga që kishte zhurmë Athina gjatë ditës, si çdo qytet natyrisht, ai rrinte brenda gjithë ditën, edhe natën dilte. Dilte vetëm kur kishte qetësi. Qetësi, se i pëlqente të hecte. Edhe nuk ishte drita të shumta, domethënë që e merrja unë telefon, nuk ngrinte telefonin kohët e fundit. Nuk e kuptonte se si ta hapte telefonin. Dhe kur kishte ardhur herën e fundit, domethënë 23-shin, unë erdha në 22-shin, ai erdhi edhe një herë në Shqipëri në 23-shin për këto pronat që kishte këtu. Edhe shumë i lodhur natyrisht, e gjeta, domethënë e di që flinte në kushte shumë të vështira. Siç e gjeta unë kur erdha vjet në 24-ën, erdha në Athinë edhe e gjeta në kushte shumë të këqija. Do të thotë që frigoriferi ishte komplet bosh. As ujë nuk ishte. Që mua më bën të mendoj që ai njeri sa ditë kishte pa ngrënë. Dhe nuk kishte asnjë njeri që të interesoj. Natyrisht kur e merrja unë telefon, nuk e ngrente telefonin. Dhe nga që isha shumë i dyshuar, domethënë, vendosa që të vi, dhe vajtëm psonisëm dhe filloi domethënë që të hante, mirë po kishte filluar fatkesisht të arrinte në një fazë shumë të avancuar. Dhe sa vinte gjatë ditës, për shembull, ishte shumë i qetë, e ndjente veten jashtëzakonisht të sigurt kur ishte me mua. Edhe gjithmonë më thoshte mua, mos më lër vetëm. Ti erdhe të më marrësh mua tani, nuk do më lësh vetëm. Do me thënë i zë një frikë. Por gjatë ditës ishte mirë. Gjatë natës, simptomat fillojnë që ishte shumë i egërsuar. Fillon të akuzoj, për shembull, komshia më vodhi këtë, më bëri atë dhe mamaja jona ashtu bënte, komshia më vodhi mishin nga frigoriferi, thoshte. Nuk duhet njerëzit që shikojnë gjëra të tilla të rinë dhe t'i marrin në mënyrë personale, ua si më the ti mua kështu. Ato ashtu mendojnë, ashtu e thonë, dhe mbas 5 minutash, mund të them dhe 1 minuti e kanë harruar. Dhe kjo sëmundje, domethënë avancoi jashtëzakonisht, shumë, sepse filloi të mblidhte gjëra dhe kanë manin për të ikur. Ai mblidhte valixhe çdo natë, që kam dhe video, edhe
mblidhte vegla, mblidhte gjëra që do t'i sillte në Shqipëri, sepse ishin fiksuar që do vinte në Shqipëri. Është shumë e vështirë që të jetosh me një njeri që ka këtë sëmundje. Sepse njerëzit, atë që duhet të dinë dhe është kryesorja, dhe tashti që ai është në azile, sepse nuk mbahet në shtëpi dhe atje ku është një dhomë shumë e vogël që nuk mund të jetoj as unë edhe unë edhe ai në një vend që kemi vetëm një krevat, se kështu janë kushtet në Greqi. Dhe është, domethënë, duhet të jetë në azile dhe azilet gjithmonë, sidomos shqiptarët, i kanë shumë të keq kuptuara. Nuk është e keq kuptuar azilja. Azilja është shumë e mirë për gjëra të tilla sepse krijohet një ambient atje që kanë edhe doktor, kanë edhe terapista, kanë edhe njerëz që i shikojnë çdo ditë. Kurse për një motër, për një nën, për një vëlla, për një grua, për një burr që të ketë kujdes bashkëshortin ose vllajin, është jashtëzakonisht e vështirë në shtëpi. Pikërisht, një ndër arsyet që ne po e trajtojmë këtë temë është sepse shpesh kemi dëgjuar këtu në Shqipëri zakonisht, ndodh që X i moshuar në një X azil u dhunua, u keq trajtua, nuk i trajtojnë mirë dhe si duhet reagojnë familjarët, siç e tha dhe ju që mund të jesh në punë, mund të kesh një aktivitet dhe s'mund të lësh ti të gjitha punët e tua për ta çuar prindrin se jeta vazhdon për të gjithë. Vetë personalisht mendoj që një fëmijë për prindin e vet duhet të sakrifikojë. Pra ky është mendimi im që kur bëhet fjalë prind, fëmijë, pra aq kohë sa prindi ty të ka lind, ka rrit, ka edukuar, është plakur. Pjesë e familjes tënde janë. Edhe gjaku është gjaku. Këtu do të dile edhe unë, rasti me vllajin, pra unë për shembull kam gjyshun në shtëpi, kam dhe nuk do ta mendoja kur që ta çoja gjyshin tim në azil, por nuk i dihet jetës. Është kjo pjesa. Mos thuaj fjalë të mëdha. Sigurisht, nuk i dihet jetës. Në rastin tuaj, pra ju si familjar, e keni gjetur si një lloj zgjidhje dhe më shumë mua më rri mendja tek pjesa e kushteve të azileve. Pra, a i trajtojnë mirë, a sillen mirë, a kujdesen maksimalisht. Shiko. Në këtë aspekt, domethënë, kjo çdo gjë ka dy anë. Si dhe korja që ka dy anë, leku, monedha ka dy anë, edhe jeta ka dy anë. Për të mos thënë që shumë gjëra kanë edhe 3 anë, edhe 4, edhe 5, është ajo plani A, plani B, plani C, kemi të gjitha ngjyrat, s'kemi vetëm bardhëzit, kuqet, jeshilet, verdha. Ideja është që në azile i mirë trajtojnë. Bëhet fjalë për një azil në shtetin grek apo në Athinë. Po nuk kanë shumë ndryshime. Sepse ajo është një biznes që është hapur gjithandej dhe kam dëgjuar edhe për në Shqipëri. Nuk ka të bëjë se je në Greqi apo në Shqipëri apo në Amerikë dhe të trajtojnë keq ose të trajtojnë mirë. Nuk ka të bëjë fare me vendin. Njerëzit duhet të jenë të edukuar të shikojnë disa gjëra për sa i përket aziles. Në azile nga njëra anë është mirë për ne pjesëtarët e familjeve të familjes të kemi njeriu tonë në azile sepse neve duhet të vazhdojmë jetën tonë. Dhe natyrisht kjo nuk dëgjohet shumë selfish, domethënë vetëm për veten tonë. Nuk ka të kuptim. Ka kuptim që neve duhet të vazhdojmë jetën. Unë dua të punoj, unë kam lënë punën një vit tashti për shembull. Dhe unë kam të gjitha faturat e mia për të paguar. Kam jetën time, kam piksynimet e mia, kam djalin tim, kam familjen time. Shumë njerëz janë të martuar, dhëndurët nuk duan, nuset nuk duan, sepse dhe ato kanë të drejtat e tyre. Pikërisht, domethënë është një zgjidhje e mirë. Për të dalë tek kjo, te vazhdimi i jetës që fundit është e domosdoshme. Atëherë të shkosh në azile nuk është turp, është bile një gjë shumë e mirë që populli shqiptar sidomos duhet të edukohet më shumë me këtë, megjithëse kam dëgjuar që janë hapur dhe azile edhe këtu. Duhet të jesh i edukuar në këtë fushë që të mos ta marrësh për ters. As ta ndjesh veten tënde fajtor, si e lash unë maman time, si e lash unë vëllain tim, motrën time në azile. Jo. Është një vend që kush e ka nxjerrë i pari ka bërë shumë mirë që e ka nxjerrë, po gjithmonë me kuptimin e mirë të fjalës. Dhe gjithmonë duhet që shteti të jetë më vigjilent ndaj këtyre institucioneve. Kjo vlen për të theksuar. Shumë. Dhe bile unë do t'i thoja shtetit, në vend të bëj këto gradacela 40 katëshe, të hapi sa më shumë azile që të kenë mundësi njerëzit të shkojnë atje, të jetojnë me dinjitetin që kanë jetuar kur kanë qenë të rinj, se dikush ka qenë avokat, dikush ka qenë president, dikush ka qenë punëtor, dikush ka qenë fshesaxhi. Nuk ka rëndësi, njeriu është njeri dhe ka dinjitetin e vet.
Dhe atë duhet ta ruaj mbas pagesës, Po, sigurisht. ashtu si që ka pasur ai njeri. Dhe unë, si motër, nuk, ose si nën, si babë, ose si vëlla, si djalë, si motër, nuk lejoj që një azile të më keq trajtoj njeriun tim, se si, në fund të fundit unë e paguaj për atë punë. Tashti, këtu në Shqipëri, unë, edhe në Greqi, nuk po them, edhe në Amerikë, ka njerëz që punojnë brenda në për azile, që janë të shkëlqyer në marrëdhënie me të sëmurin, sepse din gjendjen e tij dhe i trajtojnë ashtu siç duhet, por ka dhe nga ata njerëz që e bëjnë atë punë se nuk e duan. Çfarë do lloj pune që do bësh sot duhet ta bësh me pasion sepse e do. Ata njerëzit që nuk janë humanitar, nuk duhet të shkojnë për këto punë. Vetëm se duan të marrin lekun. Mund të pyesësh njerëz ti thuash që pse u bëre ti avokat, ose doktor, ose ku di unë, një profesion tjetër për flokët, ose aty bën lek. Kjo përgjigje është një big jo. Një tabele madhe stop. Në qoftë se ti nuk e dashuron atë punë që bën, mos e bëj. Sepse ti duke e bërë për lek, nuk e bën me shpirt dhe pasojat e tua i pëson një tjetër, i cili është i sëmur dhe mbi të gjitha të paguan. E kupton domethënë mentalitetin? Sigurisht që ky është mentaliteti, por prapë qëndrojmë tek pjesa që shteti duhet të jetë sa më shumë, të paktën këtu në Shqipëri, sepse për Shqipërinë. ne që punojmë në media ka raste pafund, rasti Fierit që më kujtohet më për moment tani ka qenë që ishte një rast në Fieri që punojësit e azilit i keq trajtonin. Pacientët në Tiranë ka pas disa raste, domethënë për 1-2 azile që i keq trajtojnë. Pra, në këto raste thjesht detyra që duhet bëjë shteti duhet të jetë më shpesh prezent në këto institucione. Po, duhet në të ketë mënyrë që kontrolle. të ketë kontrolle periodike në mënyrë që edhe ai që ka hapur azilin të vihet para një lloj përgjegjësie për të përzgjedhur stafin. Dhe vim tek ajo që tha ty që jo çdo kush mund ta bëj çdo lloj pune, ama nëse ti pranon që ta bësh këtë punë, mundohesh ta bësh nga fillimi në fund tamam. Do me thënë një punë, çfarë do lloj puni që tjetë ajo, nuk bëhet vetëm se më bën shumë lek. Një njeri i zgjuar, një njeri që do që të trajtoj veten e tij si njeri dhe do të avancoj, ato të dyja do t'i martoj të dyja. Do me thënë, do martoj atë që dëshirën e tia me anën financiare. Në qoftë se ti nuk je i Zoti që ti gjesh, nuk është gabimi i tjetrit. Sigurisht. Prandaj, këto azilet kanë shumë punonjës që janë të mirë, por edhe ka shumë punonjës dhe disa punonjës që nuk e bëjnë atë punë me shpirt. Prandaj, përderisa ekziston ky disproporcion që nuk është e drejtë, pjesëtarët e familjes duhet të rinë atyre institucioneve në kokë. Pra përveç shtetit, edhe pjesëtarët e familjes të jenë kërkues. Familja është kryesorja, sepse sado besim që ti japësh tjetrit, kurrën e kurrës nuk do ta bëj ashtu siç e bën ti. Nga ana tjetër dhe unë nuk do t'i kërkoj të gjitha gjërat 100%, sepse tash ata kanë 20, 30, 100 veta brenda aty dhe nuk e mos të diskutojmë arsyet ti dim pse. Tani, duke i kontrolluar këto njerëz, këto institucione, shumë njerëz nuk e bëjnë nga frika. Atë që e kam thënë dhe në emisione të tjera, që njerëzit nuk kanë guxim të thonë të vërtetën, sepse kanë frikë se mos ja përzën të sëmurin, ose do bëhet i keq ai me institucionin. Jo zemër. Nuk më intereson mua se çfarë thot punonjësi i institucionit. Vëllai im dhe çdo i sëmur është atje për gjithmonë, derisa ai tiki nga jeta që e ka caktuar Zoti. Unë nuk delejoj asnjë punonjës që shkon në mënyrë të përkohshme për të punuar aty, që të shkatroj më tepër jetën dhe shëndetin e njeriu tim, dhe ndërkohë që unë e kam paguar. E kupton? Kemi arritur në një moment që në shumë vende bëhen abuzime të tilla, sepse njerëzit nuk flasin, kanë turp të thonë të vërtetën. Unë nuk e kam problem të kem shumë pak miq në jetën time. Ose mos kem dhe asnjë, mos kem as familje, mos kem as njeri. Vetëm e di që kam luftuar dhe do të luftoj për të vërtetën, për të drejtën. Sepse njerëzit nuk e kuptojnë që kur i bëri një padrejtësi njërit, do ketë shumë pasoja të tjera nga mbrapa, që ç'të ri tashit dhe ti numëroj.
një gjë e keqe, vura këtë këtu, unë kjo ra. Pasojat kush janë, jo vetëm që u derdh kafja dhe unë humba kafen, jo vetëm që unë thyva filxhanin, jo vetëm që u bë pis këtu dhe unë duhet ta harxoj kohë që të pastroj, dhe jo vetëm që më ndërpreu nga biseda me ty. Ama bash do jemi miq, mbas kësaj se po flasim për gjëra të drejta. Natyrisht. E drejta më në fund do fitoj. Sigurisht. Natyrisht duhet të dim të gjithë që në rrugën tonë do kemi e zem 100 veta, nga të 100 veta, po pate një mik je me fat. Po nuk pate, as mos e qaj kokën fare, as mos qaj, as mos qesh, as mos bërtit. Unë e kam bërë këto gjëra, sepse më vriste brenda vetes. Po jo, tash që u rrita kam ndryshuar. Nuk më do ti 100 herë se unë të thash të vërtetën, unë s'të dua 200 herë. Kjo tregon që nuk jemi të njëjtit nivel. Secili zgjedh rrugën e vet pastaj. Gjithsekush të shkojë në rrugën e vet, por kjo rruga vet ka dhe një gjë tjetër. Që mund të vijë një kohë mbas një viti, 2 vitesh, 3 vitesh, kur këtij personi që të ka bërë të padrejt, do t'i ndodhi një gjë e tillë, se në jetë të gjitha këtu lahen. Edhe do t'i ndodhi dhe do thot, "Ua, po çfarë më thoshte mua ajo Lena Kazaqi atëherë?" Edhe kjo më ka ndodhur shumë herë. Edhe mua dhe shumë njerëz si unë, nuk them unë që unë jam me vetmja që jam me drejt. Të kthehemi tek sëmundja. Kjo sëmundje është një sëmundje që hecën me hapa shumë të shpejta, por ndonjëherë të duket dhe me hapa shumë të ngadalta. Që do të thotë shumë njerëz kur nuk e jetojnë nga afër atë person që është i sëmur, nuk e kuptojnë që nëse i mban mend për 1 sekond, nuk do të thotë që mban mend më vonë.